Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Manjola. Unë jam Margo. Dhe unë jam Joana dhe si gjithmonë kina Elvisin, producentin tonë mrapa kamerave. Sot do na me fol për një temë që më mërmenja kam ju bërë qefi shumë grave në përgjithësi, por është një temë që më tepër i përket Manjolës edhe Joanës. Thashe themet. Është një diçka që, si më thanë, duket, kur e thu si thashe theme, nuk duket bukur, vret i fije keq, por nuk është kur gjë tjetër, por informacione. Këto informacione ose janë të sakta, ose janë të sakta. Kanë ekzistuar gjithmonë dhe sot përvëlgjistojnë. Marko thot për Manjolën e për Joanën. Marko është i vetmi që kur vjen këto thot, ata keni marrë vesh, këtë keni marrë vesh. Dhe me thonë, thashe themet në bas të Markot. Ashtë të vërtet, ashtë vend, thashe themet. Mesazhin e japim na, thashe themi e ka atë fillesën atë të Marko. Megjithatë Marko tha se janë më shumë thashe themet për femnat. E kina thonë shumë herë që sot meshkujt janë bë më keq se femnat për thashe theme. Shqyr që jena të tre pjesë e Oda Podcasti, se kisha më hanë gjyq për shpifje. Ja të kjo emision se kjo është i thashe themeve. Po, okej, pa thamë, se unë nuk viktu me thashe theme. A the që i thashe themet janë ose të vërtetë ose janë. Ashtë diqa që për mendimin teme, edhe për mendimin e shikuzë më mërmenja, është si me thonë vesi grave kja thashe theme. Kam një që burrat në për kafe, sa ka dojnë thashe theme. Ja, burrat në për kafe nuk merren fort me thashe theme. Flasin më shumë për sportin. Ja, absolutisht. Për me se ka thonë shkojnë kafe jo shkoni. Flasin për sportin, për politikin edhe për fena. Bama. Po nuk merren me thashe theme. Thashe theme janë ata. Më kujtohet. Se sot për shembull thashe theme quhen për shembull me tekst. Anive çanolli që u bën të kuba me inboxa, me emaila, me gjana me njërin tjetër. Dikur përpara thashe theme janë bën në për rrallat books, në për rrallat e vejgurit, në për rrallat e fruta perimeve. Tu pi kafen e natës. Atje flas atje dikur në kohë të Po pra, në të kohë, kafen e natës janë blerë, shumë gjithë bosh. Manjolë, e moni me një, gjdo rëgjiz, gjdo lagje. Ky ishte epizodi jonë. Po pra. Gjdo rëgjiz, gjdo lagje, e ka pas një grua ta plaka deshin pigjera, rishin me ka 7 ora në pigjera. Ka kënduri trafikun shumë gjë. Qau bat, qau bat në për lagje. Ata ishin rojet e lagjet. FBI-a. Ka herë ka i qylim aty, sa me thana, dhe të nëjë se pa pojnë diqa. Edhe rishin ti po, kush shini atje, kush dole atje. Cila dole me biciklet, cila dole në kam, se i ka li flok, kush e përcolli, kush e nali, kush e pëti. Këta ishin edhe thashe theme dhe, kush e sot janë thashe theme tjera. Si qa veshin Manjola, çfarë çante blevi Joana, në cilë pushime, në cilë ashkej në Meksika, ashkej në Shqipnia, kur shkej Marku. Manjola me këta kohë, pse po në fakt ta thashe themet sot ja japim, këta thashe themet sot ja japim vetë na knatësin njerëzve për me fol për ne. Pse? Sepse na me vullnetin ton i postojmë këta gjana. Për shembull, unë s'kam nevojë për shembull me postu që kam kënë filan vend, po e postoj, kur e postoj i kam lënë material njerëzve që jo, thashe themet bëjnë edhe me gjana që janë vërteta, se mund është thashe theme ashtu dhe që ua pave filanen që kishte shku, si theti me ble, që di unë e qantë, ose diçka thashe theme ashtu dhe. A mërë vesh ishte do filani? Po, pavarësisht se janë të vërteta, se tjetë edhe në fillim, janë edhe të vërteta, edhe të pa vërteta. Por si thashe dhe herë, sot kina fillu vetë dikur thashe theme, deri sa ka shku të disa njerëz, ka në shullë rrugës, aja historia, e thashe theme, kurse sot e ke sade, i vejmë aty, edhe i japim njerëzve material me fol për ne, jo gjithmonë si duhet, ka herë varet e si e perceptojnë ata, atë që kina vu. Menoj që është në natyrën e njeriut, informacioni është i nevojshëm për ne. Pra në ata kohët e fundit të pas parasysh sa shumë informacion marrim nga rrjetet sociale, na krijohet si bim se një depresion të pa njoftën ose në një kriz ka herë, sepse marrim ka shumë informacione, a nuk nalim. Prapë të në marrim informacione. Sepse njeriu është ushqim informacionin për trunin.
Por informacioni e diçka tjetër, thashë theme e diçka po, tjetër. dakord, po edhe thashë theme hinte informacioni sepse ke dëshirë me di diçka për Markon, për Manjolin. E shoh Manjolin te në një bar në Dytnac, çada Manjola në Dytnac. E shef Gjonin. Po pse ke dëshirë për shkakun me dita gja? Unë s'kam çam më intereson mua me pas dëshirë. Po ashtë Nuk është ajo informacion që mua më intereson për shkakun. E di, po nuk për shkakun se nuk kam Se një dhe po ke nevojë me Manjola për shkakun Dytnac në diskotekë. Po çam duhet mua se ç'a dan Manjola në Dytnac. Se ta vëllojnë tjerë që, si shtu më del nomi. Në shohin 15 Ja, deri një gjys kja e myll me një gjys dërë mbrapa është në shtëpi. Se Manjola nuk shkon natën në diskoteka, shkon vetëm fundjavë. Pa, ja, veç Gjithë hanet marrë të mërkurë nuk shkon. merr pushim se. Por është gjë që janë myllin 7 sahati. Kjo e thashë theme, duket sikur lapazane. Kam thonë një lapazane ku i morën me thashë theme. Po, në gjë, thashë theme që kanë bë burrat e mirë. As gratë e mira. Me kuptimin e mirë të fjalës, që ja ka pas shefi muhabetin se. Por nuk kanë bë dëm, thashë theme. Thashë theme. Jo, ka dalë fije, kanë bë. Kanë bë dëm shumë. Thashë themi si thash, i vërtet është edhe rren. Të ata që kanë thonë rrenën, të kanë prish edhe ty me Manjolën ose ty me. Jo kanë prish edhe imazhin njerëzve kajherë, sepse i kanë vu një lloj Po njëri duhet me aty në rast më thotë mu di çfarë gjan për shkak një thashë them për Elvisin, më thënë mua kam pa Elvisin me i vajzë, bën çfarë dikon, un habita tham si ka mundsi Elvisi, se Elvisi është a ka ndjal shenjë gjithmonë për shkak. Un duhet vetë me gjë është e vërtet as. Po jam marrë derisa shkosh ti me vërtetu. Unë bazu për shkak çdo gjë që më thot Joana edhe Manjola, me marr si të vërtetë, sa është mungesë intelektit. Është mungesë inteligjencës, varet edhe se sa në rolin e ignorantit. Varet edhe se sa të intereson, ai dhe I thashë themi. 19% njerëzve e besojnë. Ashtu si thonë, as nuk lodhen me mendu që a thuma ishte prima na ja gjë që u tha. Sepse I bjen ma për qef se na ka qefi I fije me egzageru, I fije me thonë se që tha e tek dy gjana për Manjolën, po nuk ka se I besoj. A kupton? Edhe kam thënë atë çfarë, nuk I besoj, po I vërtetu vetë, kështu që mu më kanë kryqëzu për ai javët, edhe s'ka gjase edhe javë tjetër. Por se të shena edhe në kopash. Jena edhe në kopashve për ortodokse të shpa. Po ja, jena ofert ishin ortodokset, por në gjatë të mirin e gjujnë gjithmonë me gorë. Kështu thojnë, se s'po të diftoj se që në kafe për ty. Po për mu... Mirë që pas keni njëni për tjetrin. Apo na diftoni na I gja, na I thashë them për vedin. Se kja është dhe ma interesante. Ne thashë them, ose na I të vërtet. Më falë më edhe herë. Ti the që thashë themi, është edhe I vërtet, edhe jo I vërtet. Kështu që ti, unë du me dit në një gjatë vërtet. Ja, unë du me dit që do që ti s'ke nevoj hiq me na diftu është vërtet a I rrenë, se unë kafe dje, Niva njenin, tha, a ke marrë vesh tha që është bë Marku aktora? Në gja të shi, për dhe sa Manjola tha diqa, Marku nuk ka bë aktor, por... Thashë them. Kjo nuk është një... Po për mua nuk thana që është mutra aktorit, ta se të shpëm bajnë edhe mu me u drejtu I thjesht. Unë I thash jena koleg, ma I thash. Ja, kjo nuk është një thashë them, por unë e kam menu edhe mënaj gjithmonë, si çdo gjë, për shembull një diçka që ka një pasion ose një diçka që ka një plan me bë, nis me një shkëndi. Me një shkëndi, me një cingare nëse ton pylli. Po. Me një hap shko te rruga më larg. Po. Unë du me thënë ndoshta këtu për publikun që Elvisi ka një projekt të ri bashkëpunim me mu që kena menu dhe dëshirojmë për me bë një film shqiptar I cili ka me kanë mënej shumë realitet I çdo emigranti paka shumë edhe ka me prejk pjesën emocionale të familjes shqiptare në të kalumen dhe në të sotmen. Pra është një projekt, një filmi në armen, shpresoj një armen shumë të shkurt, që ka vu në plan me ba Elvisi në bashkëpunim me mu dhe uroj të realizojmë. Pra kjo është një nër ata thashë theme që thashë theme që na nuk I di kena se
Më falë tesh se u përqa Oda. Ka që pati. Më falë këtë tha Elvisi bashkë me mu. Ashtë për iman të themi kësho dë gja e vërteta, po na dyja që ku him. Film veç me burra, nuk ka gratë ky filmi. Ku him në këtë vërtet. Edhe herë, ky projekt nuk është projekti Odës, që t'jeni ju dyja. Na falni. Por është në hapat e parë. Si që thash edhe herë, është një parë. Jo Odës, po nga që i fena kina fjallin. Që kjo shni do bëhet një vulkan dhe ai vulkani të realizohet ai film që unë edhe Elvisi do ta bimë të shikuesit dhe uroj të bëhet sa më shpejt. A mundena me kenë pjesë love sa që i thojnë asone dhe manjola? Mund në lanë shumë informacione. Nese, ti shumë në edhe në gzove dhe nese na unë sa po e mora vesh për manjolës për këtë gjase. Ja, një van kafe më se s'bana gjë. Dhe pas kanë marrë vesh dënjaja, pra një që marrë vesh dënjaja. A di si thojnë? Kanë thonë, ma i huji marrë vesh për para, gjithë shka. Po, është... Thonë, drejten, na nuk e kena hap ala si projekt, sepse është ala heret, dhe nuk është një diqa letë më ba, është bëja gi punë, ka një investim, bëja gi ngana financiare të malë, urojmë që ta realizojmë me mbështetjen e disa individëve, por e kena shumë e pasion dhe mendojmë se ai skript që kena ba është një diçka që i ka mungu komunitetit ose shoqërisë shqiptare deri sot dhe mendoj që në të realizohet pa dyshim që do të mesin shumë kënaqur. Tash e themi fundit. Ka një thashë të tjetër. Është për punën e filmit apo diçka tjetër? A mund me pyetën diçka krejt shkurt? Me që e morë me vesh krejt shkurt. Po, sikur dikush me thanë për shembull, si ka mundësi ju të bë film? Ju nuk jeni regjizora, ju nuk jeni aktora. Si ishe përgjigj kësaj gjë? Po, unë kisha me thanë që njeriu kur i bën gjëra me dashni dhe me pasion nuk ka nevojë me pas vetëm diplom. Ka shumë shembuj që njerëzit pa diplom kanë ballë shpike fizike apo biologjike. Na e kena me pasion, gjëra që bën me pasion me dashni janë të realizueshme, kur anim na satisfaksionin ton, është një diçka që kena qejf me nda me publikun dhe mendoj që kena me ja realizu. Bravo, dhe me si prejse. Ka pa thonë i KFC-a, ka kënë 60 vjeç kujtoj? Kur ka shpik, dhe më thonë që ka ardhë me idejnë e KFC-s. Mosha nuk ka fund, kur bëhet me zemër, normal që rrihet. Por, aty që isha më thonë, fjallin që e hapi Marko, tha Manjola dhe Gjohana, alo s'ke në folë në marë emisioni, ka që ke Marko, bëmme. Se sa të vendosme me folë kështë si bisejt lirë, si mashët si bisejt, si me kenë, si kur kena shku me pi kafe. Unë kam një pyetje për Manjolin edhe një pyetje për Gjohana, po mundu me ba pak gazetarin, pavarësisht se s'kam... Kale, pri aktorit në gazetartësh, vazhdaj, nepi. Cila më nën ti mundet me kënd, thashe themi ma rën që ti keni në herë për vedin. Për vedin të ma? Për vedin tanë, për vedin tanë. Që të më thanë, keni një thashe them për vedin tanë, a mundesh, nërë të asë mundesh me thanë, po a mundesh me thanë, që je befasu edhe që të ka ba shumë për shtypje. Apo se kujtan? Se kam dhe më thanë, më thujnë me në male. Thojnë me në male? Pa, më thojnë me në male, edhe më kanë zërë namin që jam me në male si jam, dhe më thonë për ata që mjofin. Nështë për ata që s'mjofin, ta ja për shtypjen që jam me një male, po si jam me një male. Ashtu, Po si Markun që me ndonë. Ti Gjohan, qa... Tesh me ta manal... Ti ne, tha që them që ka ardhë në vesh që ke thonë, jo mërë, unë i kam nështë 1, 2, 3, po kjo është një diçka që nuk... Ashtë kënë për këtë mulla, është një rrën e vërtet. Unë kam një të mirë, se mi thoi njerëz i Gjohanat në sy. Flasë për ata që thonë mësysh. Ata mësysh... Ata që thonë sy, nuk janë me thonë drejten, adin qa, nuk kam shumë njerëz që vinë me më thonë të shëtheme që më ka thonë dikush tjetër. Se... Përveç Manjolës për shembull, që e kam shoqet ngushtë edhe hajt kësaj ja pranej, kurse me kënd dikush tjetër, i kisha thënë, po pse ta ka thënë ty? Pse është nia që rahat ai person me ta thënë ty këtë tash e them për mua? Çai the ti? Kështu që ka lënë një diçka, po nuk di, nuk mund të jenë, po për momentin nuk është se më kujtohet. I thane njërin, i thane, a keni, kam kënë kafe, që thane për ty? Filani tha kështu, filani tha kështu, filani tha kështu, tha për ty, tha në gjatha.
kur mas jem aty tha edhe të mrahin tha. Lena tha të flasin për mua, po ndashin tha Edhe më të të mbrasin është shprehja. Kur mas jem aty. Pra që ka hekta thashe themet nuk bajnë dam. Pa di se është i punë. Kanë thënë mos meqim, po na marr njerëzit në përgoj, e para, edhe e dyta e kena thënë disa herë që këtu në Amerikë e kanë shprehjen që nobody is jealous of losers. Dhe me thënë kërkush nuk është xheloz për njerëzit që janë Që s'kan, pa s'u rriqëm që kështu që shqyr që na marrin në përgoj. Na burrat me thanë edhe nuk e kena Edhe kur trillojnë ka herë. Problem. Se dhe me thonë, kur dikush harxhan kohë për i ditës vetë edhe për i kohës vetë me fol për dikën tjetër, aty difton se sa bosh e kanë jetën, sepse kur ti e ke jetën plot e je shumë i angazhuar me gjëra të tjera, aty s'ke kohë. Ka herë s'kena kohë me mungi me familjen tonë. Njëjtën pyetje për të dyja. Po. Se Po ke Manjola. Kush mendoni ju të dyja? Se bamba thonon ka gjyt me shigjeta, ka me gjyt me çikiça. Kush mendoni ju se merret më shumë me thashë theme? Burrat apo gratë? Fal telefon. Kur fillu me emisionin, më thot Marko, qa ke fol, prit për të herë, se s'më ke lanë me fol, qa ke fol, ma i tha, se s'më le i herë, thashune, kush ka fol, ma i thashune, po ke fol ti ma, po punë e madhe, tha, unë duhet me fol, duhet me fol, kështu që Marko dhe këtë emision e fillan që ka me fol Manjola me Gjoanën, vazhdan Marko, do me thanë atë tije nuk nalet për gjallë. Të kthejnë atë shte pytje, se më detë më kjo të përgjigjen që me majtë pak të minutazhin të minimum. Ba pytë edhe i herë të zgjes. Kush merret më shumë me thashë theme? Burrat kisha thënë. Apo gratë? Burrat? Burrat thëmë. 100% gabim. Mimo? Nuk ka asnjë statistik në botë, asnjë gazetari që mund të thotë, asnjë investigim, asnjë që me thonë, Faltja, thë nuk i beson në investigimeve, datave, gjanave, të shkja shumë kesh. Bravo! Sa mirë po i besoke se po i besoke për këtë gjë, po si beson për gjëra tjera. Manjola, e din tonë publikisht se ke shfarësaj e je feministe, nuk je realiste, kur vjen puna në këta momente, ti që do me keni dhe zot femnes, edhe gjëja ma mimi dhe zot femnes, kur a veni, kur me keni feministe, nuk është një merit e madhe. Po atëherë, në qoftë se ti del gjithmonë zot meshkujve, që quhet, sepse ti je kundra femnave. Unë thash atë që besoj. Unë për veti nuk e harxoj, personalisht nuk e harxoj 1 minutë të ditës teme për mu marrë me thashë theme. Unë bana një pyetje, dakord. A mbyte, vot ja përgjigje. Mu se jam kundra femnave, sepse unë nuk jam kundra femnave. Po mu pse më qonë? Du me sharuat një diqa për mrena 30 sekundave. Po. Njerëzit duhet me kuptu edhe kuptojnë se kritika nuk është kundra. Kritika është si për meshkujt, si për femnat, si për një diqa, është kritik. Po kritike baj më vlla meshkujve. Po bani sa dush. Po pra të hepse pse më qunë mu feministe, në qoftë se unë nuk bi dakord me mendimin tanë. Jo, ti më qunë mu vetëm kur unë nuk bi dakord me ty. Po në të në rastit, ti që do me kenë, ti këthehesh mi da zët femnes. Okej, të shti byte edhe mu këtë pytjen. Mje prallë. Edhe, kurse unë mendoj që femnat janë ata që për natyrës, që e kanë që me ba ma shumë thashe theme, por femnes edhe si kur i shkan ka herë, edhe i shkan për natyrës. Bravo, Gjoana. Pa, mashkullit nuk i shkan me ba thashe theme. Edhe Gjoana këtë rast, luti rolin e feminizmit. Sepse është vërtet, po nuk i shkon. Po femnes për natyrës i shkon. Mashkulli është burr, do të me kenë burr, nuk i shkon mu marrë me thashe theme, me fjale, me quhe me baj. Shprehje për këta meshkujt që merren me thashe theme. Na i thrasim pik. Ata meshkujt që merren me thashe theme. Pra në këtë rast nuk i dhe zot meshkujve. Ka meshkujt që merren me thashe theme, edhe ata meshkujt që merren me thashe theme janë pik, edhe e kuptoni vetja. Tesh unë po i tham për me gjithmonë me dalë fjalës teme. Tesh përito në Michigan, se nuk mundë me folë, se s'kam kenë. Në këto vitet pakte nuk jam në Shqipni, as një shtet tjetër, as në Evropë, por janë kafet shqiptare këtu në Michigan.
që janë 99% tanë meshkuj. Ndoshta shka në një femen TikTok. Nuk e di, se s'kam kenë, por... Që ka lidhë ka? Prit për vëlla? Du me dalë në tem. Edhe kam punu si e kam thënë edhe ti e din, përkthyse për zot sa vite. Edhe kur shkosha, që kam njoft shumë e shumë njerëz, më thosh, sa shkëshu, po ashtu e kam marrë vesh në kafe, po kam thonë këtë e kam marrë vesh në kafe. Qysh jam e nanë? Marrë adan avokata, doktora, adan këte, adan ate, tani ke në për kafe. Okej, është e vërtet që thot Manjola, burra shkojnë në për kafe, na shkojnë në për kafe se do në më shku me gjithë qëtësi ka henjën e me tjetën për kafe. Me pi kafe, me pa i fjes sport, me lut domina, me lut në ledhen e gjanë, sepse do në Milan pak gratona rahat pa ne, kështu që shkojmë kafe. Po jo se në kafe bëhen, thashe theme. Po ku bëhen, pa mos u bëhen kafe, se në kish nuk bëhen. Fatmirësisht gratë kanë një objekt që quhet telefon. Ose meshkuj duke këtë objektin telefon. Telefonit në tonë botën. Ja, marë, po ju meshkuj, da keni atë objektin telefon? Ja, jo e keni për me... Nise me shku prep të thashe theme, unë mendoj që ma lezet se të kanë thashe theme në Shkodër, kur je ullën dikon në kafe, kur je nin, për shembull, më qëllën ka herë kur shkoj në verë, edhe jam të prit për shembull për një shoqe për më ardh në kafe, edhe jam vetëm, edhe ka herë vetë shkan veshi të tavolina tjetër. Knaqem, se unë knaqem edhe kur je një të fol, shkudranshe, edhe dialektin e tana se mërmalli, edhe knaqem kur je një të fol, ata thashe themet e vete, edhe tham, ma shumë se në Shkodër nuk më pëlqen me një thashe theme kërkon tjetër. Se edhe ata i thojnë me lezet. Edhe ma mërmeja në Shkodër edhe thashe themet i thojnë me melodi edhe i thojnë si poezi. Ka lezet, Ka lezet, në është ta për ne, nga që jetojmë lërë, të shna duket bukur edhe thashe themi. Edhe shqyqër që kam mundësin me komuniku ka herë edhe me diasporën të Michigan, kam një lajmë për shqiptarët e Michiganit, për ata që e di nuk kam qef me shkru. Janë shkru shumë libra në revista, tërgjime edhe libra nga shumë shqiptarë këto të nërum të diasporës të Michiganit për kontributin që kanë lanë të gjithë shqiptarë, sa që ka pas nevoj trojet tona shqiptarë, si në Kosovë, si në Shqipëni, si në Malësi, në tana rastet, është një historik shumë ideal i shqiptarëve në gjitha kontributet, si financiare, si fizike, si intelektuale, por unë kam dash me bëjë diçka të veçantë, një diçka tjetër që se ka bëjë kërkush, me një 3-4 shqiptarë deri tesh, edhe ju ftoj të gjithëve ju që mund të më kontaktoni në inbox të më jepni informacione dhe do jenë tepër private, tepër sekrete, sepse në shtetin e Michiganit në shumë vite ka pas individ shqiptar të cilët janë hek si patriot, janë hek si shqiptar të vërtet, por në njëjtën kohë kanë ba një punë të dy fish, kanë kenë spionat të Beogradit, të Titos, spionat të Enver Hoxhës dhe të komunizmit, dhe kanë dëmtu diasporën shqiptare, kanë dëmtu individ, pra këta individ ala sidhe në për komunitetin shqiptar si patriot, ala sidhe në komunitetin shqiptar si kur kanë ba për troje shqiptare, po fatkeqësisht kanë kenë trahtar dhe kena dokumenta me data, me dëshmitar dhe individ të cilët do t'i qesin në një libër sa më shpejt. Kjo thash do jetë në emrin tim libri, por do t'jenë dëshmitarë këto të cilët kanë data, kanë ngjarje historike të këtyre individëve. Pra ky është një lajm vetëm për diasporën e Michiganit. Pranvera ka nisë me ardh, e bylbuli nis me knu, një jodra mo filja e bardh, rinë dritare tu i shikju. O shpirt, sa të du, zbashku tjetën me kalu.
E di që kanë me thonë, oke, s'të nu me manjol. Po dhe ishte të thonë, Marko lajme, thashën, e fotja me manjol i kanë. Edhe, kështu që kjo ishte thjesht, jo se jam këngëtare, po sa me ju hik mendin prej lajmeve. Vazhda, kam i Barcolet. Shkan njani murfy. Në fakt, dishta me thonë, këtë lajmin që dha Marko ishte një lajm me vlerë, në fakt. Po tjetër. Ashtë një diçka si kur e tha Marko, pak kush e ka ba, ose kërkush nuk e ka ba, se tanë kanë qef me rrah gjoksin, me thonë, sidomos na kena shumë vjetë që jetojmë në Amerikë, po sidomos në Michigan, edhe në qoftë se nuk i njohim disa njerëz personalisht, i njohim prej tjerëve, edhe jo nuk ka ala dikush që i ka marrë taman atë iniciativen që me shkru disa të vërteta. Nuk pa du me lujta asë në rolin e thashë themit, se pa du kënë zukuram të marrë me thashë theme. Unë nuk merrem me thashë theme, merrem me gjanat të vërteta, më pëlqen me zjarë një të vërtet. Komunikimi që kam pasur këtu me disa shqiptarë të Michiganit, që kanë gjithë dhe moshash, më kanë dhënë disa informacione që mu personalisht më kanë lënë me gojë hap, më kanë habit, më kanë trishtu se si një shqiptar mundet me kenë kundra një shqiptarit ose kundra një qeshje shqiptare dhe për pak pare ose për pak fam me bashkëpunu me anë mikon si njëtë në kohë që kena pas Serbin apo në kohën e Titos edhe në kohën e Enver Hoxha. Por edhe herë nuk ke ishte sa për informacion, nuk du mu duk si kur jam të morë me thashë theme, por ka me kenë me ndaj një informacion që ka me ju dash diasporës të Amerikës. Sun të morë me vesh se po kthehem prap në seriozitet, Marko ka një film të ardhë, Marko ka i libër të ardhë, dherë në fund të emisionit se që ka me ba tjetër. Unë janë të uquj herë, për zonde. Dhe aja Barcoleta që disha me thonë në shka njeni murfy. Dhe hinë mërën, si zotnia, thot zotnia, thot, që ki ba? Qëta kam ly shpin, kam dru drasat, kina blej televizor. Dhe ka qishtë shkurt bukur. Pasa kenë damas, pasa pasaj, kenë s'ko bam kate, ka të rbi se qa t'ju bon. Se pyti prifti, se që i të bon në për shpi, po kesh ku mërfy atë. Prifti ata pytje kate, që prifti, pa dhena njerëzit që nga fehen, ata që bajmë kate, duhet më shku mërfy ma shpesh. Ata që mere me thashe theme, duhet më shku mërfy ma shpesh. Nej, se kjo ishte thjesht për publicitet kur e niva më pëlqejtë. Ata që meren me thashe theme, treme. Se të shna njerëz jena, tanë bajmë kapak. Se na bajmë shumë episode dhe emisione, si kur ka herë thoi njerëzit nuk jeni i shajten, edhe shumë e vërtet, na nuk jena të pikum. Tanë bajmë të shëtheme, por rëndësi ka pa dam. Që se janë pa dam, ashtë pak ma nyshe të shëthemi. Të shëthemi që i banë dam, atëherë kalan një diçka tjetër. Na nuk mundena me përsëri për çdo episod se bana bajat. Na kena thënë episodet e para që unë, Manjola, Joana, Elvisi, jena të barabartë me ju, jena krejt njësë, jena njerëz të këtij shekullit, jetojmë ana me familjet tona, me punë tona, me hallet tona. Dhe me gabimet tona. Na nuk kena këtu me lanë mend, na nuk kena këtu pse na mas shut se ju, ose ma intelektual se ju. Na kena një mundësi me komuniku me ju, që ju me gjithë vetë me ne, edhe ju me pas mundësi me komuniku me ne, se na ju e keni vure, na ju këthejmë përgjigje 90% të komenteve gjithmonë mëndona me u këthy përgjigje, dhe me ju plitësu dëshira tuja, kur jo na thoni na prekni këtë temë, na thoni këtë temë. Por, si që thash, edhe thashe themet janë të nevojshme, uroj që edhe ju të keni pak thashe theme për ne, kur thamë thashe theme të jenë opinione, si ju pëlqejmë, si ju dugna dhe qa keni qef ju me folë për ju, sepse temat tuja janë temat tona janë temat tuja. Ose na diptoni na i thashe them tuin, kështu ka të najgja që do ne menda me ne, kur dalin kjo episodi, na e jepni ata mendimet tuja në për komente. Edhe shqyqyr zotit që të full me i fjallë këtë emision, edhe s'pot me kohës me ba thashe theme, s'nale me thoni rrend lezeqme,
Që dhe mërë Kena mi bëm mas emisionit tash. Manjola, Las ma, drejta fjallë që flas. rolin e viktimës këtë. Manjola përdo emision, më akuzon mu nuk mlen me fol, vigjet i keni aty, minutazhet i keni aty, kjo që më akuzon mu, ashti to. Vigjet i keni aty. Kja vjen qafkat. Çdo gjë me fakte. Sepse unë ka raste që ndoshta e teproj fije, por në shumicën e rasteve jam shumë i rezervuar kur komunikoj, sepse du mi lanë vend 2 zonjave që kam këtu. Të shtim falni se e kina fillu pak si me thashe theme, po e përfundojmë kështu me shamata. Të shti për të rezervum nuk jeni as njëri as tjetri, me thonë drejtën e shpirtit. Edhe për nuk i leni mirë mu harraje, se unë nuk leni mundësi me fol, po as njëni tjetrit. Kështu që aty asnjëri nuk jeni të rezervum, e rezervumja jam unë këtu. Në gjë, Vazhdoni e bukra e këtij grupit është se jeni ato tipat ndryshëm. Se me ken krejt ashtu do të thonë ton një tip, kishim me thonë hema ja dhe me fole. Ja, nuk ka puna e tipit aty. Sepse me thonë personalitetet personalitetet, se nuk e maj fort vetin krejt urt shumë as me dit me fol. Sidomos edhe mas me dit njëri kur arrin një formoshet, fillon e të vjen goja vet. Por, njeri ju dhët me gjetë dhe i fije rruga, din? Pa di pra, ku me fol. Në gjë, 3 gjejle me, kush me kënu i pari? Pa. Thashe themet, edhe herë, janë pjesë e shoqënisë tonë. Kena shumë emisionin në Shqipni që i thiren analista, po ata janë thashe theme, kështu bani ky, kështu bani ai, kështu bani ai. Pra është si ushqim menor për ne shqiptar, fatkeqësisht. Në Shqipni janë live këta emisionet, nuk i nevojë mi pa hiç në televizor, i ke ton live, në për kafe, në për kanë kohë bëll për mu marr. Kur kena kohë na këtu, në Amerikë ose në vende të tjera të botës që shqiptarët janë pak më të zonën, se janë, imagjinoj atje, që ka kohë bëll për çfarë dush. Në fakt është e lezetshme me hap një rubrikë roz edhe me diftu da thashe thejme për këta njerëzit që njofim, nuk njofim, ke shumë letra anonime, ke gjana që është lezet mërë mi thonë edhe në? Po, nuk mund me i thonë një herë se para punës nuk në ka pru kërkush informacion. Kjo të da me bati atem që duhet me kërku publikot që me qutë informacion dhe informacionit duhet me kanë shumë privat, që ti të thurë, nuk duhet tjetë nuk është krejt ashtu se si thash kena njerëz bëll që na shohin mas perdeve, e hapin perde na shohin edhe thojnë, se keni podcast? Se kam ditë e maj? Shumë mirë. Në mërme, se ka njerë që nuk e dinë se kena podcast, nuk ka nami, se ka shumë podcast, ka shumë emisione. Ka njerë që janë ignorantë, s'ka nësë televizor, s'ka pa kur televizor. Nuk është një bufaj. Me ngjyra po bardhëzi? Ne i ko Gjohana. Nuk e besove këtë thashë nuk merre ma me thashë theme. Unë deshta me thanë, na bëjmë këtë episodin e thashë themeve për qef, sepse sa të vendos me të bëjmë një temë krejt lirë, një bisedë krejt lirë, por na bisedë, dhe me thanë po e mylli, se me fol nuk fola gjatë episodit, po e mylli. Na, shqyqyr zotit, e kena thonë për para, e kena hap këtë podcast, jo vetëm kush na, se na jena njerës tjesht, po ata cilët na mështesin ne, janë njerës të mërkullushëm, edhe na nuk do t'ja hupim vlerat. Absolutisht, unë thash këty në njerëzit këtu, nuk thash aty në atjes. Jo, jam të thonë, nuk do t'ja hupim vlerat që na mu marë me këta rubrika të roz, ka bëll, emisione tjera, edhe këtu në Michigan, që merren me këta rubrikat Rose Live, na jena këtu si kur e kina thanë, me dhanë mesazhet mira, me dhanë shemujt mirë, me ftu këtu individ cilët na jena kërnar për arritjet e tyne këtu në Amerikë, kështu që do ta marrim në këtë mënyrë. Ndo që ju me na çu informacione, thjesht për mi ditë na për kuriozitet, të është s'ka gjatë keqe për atë punë, por rrini pa frikë se nuk e hapim rubrikën, po ishte emisioni pra thashë them. Edhe kështu që si dihet aja është taman apo është rana është primën s'dihet gjë mohabet. Me fol më shumë se edhe diçka. 1/30 e sekondit. Sa s'm ka kap Manjola Gjohana ndor. I kemë thënë shqyr që në ardhi pranë vera,
se na ka pa lodh ky dimni këtu në Amerikë me borë, me aku, me temperatura të ulta, dhe tashti, çdo emigrant këtu në Amerikë, edhe në Evropë, kudo që t'jeni, punojmë, të rujmë pak lek, të rujmë të lek onar, të bëna gati, me shku me pushime, sa të vinë vera në Shqipni, në plazhet tona, në tokën tonë, kudo, në det, në mal, në liçen, në fush, sepse vendi jonë, Shqipnia, është vendi më i bukur në botë për turizëm, është vendi më mikpritës, më bujar, dhe ku shpirti pushon tamam në paqe. Unë në fakt me zi për pres, për me shku, po, gjithmonë, për çdo. Edhe si mjet. Nuk kam, alo, si me thonë si plan, nuk e kam ba, nuk është se kam prej bileta gjana, por shralla i nashnosh, edhe se zban do të shkoj. Sepse veç aty në Ignaci. Ti threton, që i bon që vitë, fyta morë kur fejnë, ja i rasu me ti për të. Me më në bëjë, të nësë më përgjishme. Që këtu me ditë për? Që? Adhe, kryde të me bujë, qas një një. Roba se... Roba. Po ti Mark zdona me. Roba kërshje, he? Roba se ishe të volë diri të shë. Po me të allon fjallin ty dhe i herë. Mesim po volë në tjerë. Mirë. Po shkurt po ja. Unë s'kam bala plan në shku në Shqipni, i shualla, por nuk i dijet, shpresoj. Episodin tjetër na difta, në që se e ke vendos dhe atëherë, edhe si gjithmonë edhe këti episod, po e mylli, me që me hap nuk e hapa, me zhvillu nuk e zhvillova episodin. Faktin më lejoni ju dashamirësit e Oda Podcast që ta mylli, me dy kolekt e mi të mërkullushëm këto Markon dhe Manjolën, të cilët nuk lëshojnë rrallë, me po as tash e theme, më falni që apo mlen me kry, janë të kry. Veç dhe i kjo emision, mas më jam të folë përgjithsi, të shajnë të folë për tash e theme, jam të folë përgjithsi tonë, 4 vetë. Maj urti është Elvisi këto, që gjithmonë mlen me folë, ka herë më fikëlla mikrofonin, po s'ka gja, se thos duhet gjatë i gjanti, përpse prëp nuk i të folë. Edhe një herë ju falenderojmë gjithmonë që na njekni, edhe për tanë komentet tuja, dashamirësin tuj, dashnin tuj dhe vazhdoni me na dhanë këtë dashni, sepse kjo na rrit gjithnjë e ma shumë. Me të thënë drejten, kur filloi emisioni, përse me fillu emisioni, pa i dhanë rrallën Markut, ishte se që do në me folë, se na e vendosin vetëm 3 sekonda para emisionit. Edhe ishte kur u kthy me pak në kohë, se po bahen 8-9 muaj që kina hapë Odën tonë, edhe pjesa më e bukur e Odës tonë, jeni ju që na shikoni edhe na dhuroni, është ajo shprehja që e kina thonë vjetë në fakt, na jena një zemër e madhe, sepse kena tonë zemrat tuja këto të dhoma jonë. Faljush, jena ala sot për ditë e më shumë në rritje. Kjo është falimnderës që nuk mundena në fakt me ju falenderu mjaftueshëm për ton dashnin që na jepni. Me që ishte episodi për thashe theme, ju bëjt thjerje tonëve, kur keni kohë, ju lutëm, nepni, ju në thashe them, ose në opinion për Manjolin, për Gjanin, opinionet tuja që mendoni për Gjanin edhe për Manjolin. Kam shumë qef me ju letëzu, se çfarë mendimit keni. Banët guzimshem, shkruni, mos i vinë keq, nuk ju bëjmë delete komentet, pra që edhe ju shprehni, ne thashe them që keni. Po për Markon? Edhe për Markon i di që thënë për mu, edhe ju rajtanve një ditë të mirë, një javë të mirë dhe një vit të suksesshëm. Përshëndetje gjithë ju në familjet tuaja kudo që jeni. Mirupafshim.